Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 23:23. Mirë ju, skribë dhe farisenj hipokrit. Sepse ju llogaritni të 10-ën e mëndrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit, gjyqin, mëshirën dhe besimin, këto gjëra duhet t'i praktikoni pa i lënë pas dore të tjerat. Mateu 23:26. Farise i verbër, pastro më parë për brenda kupën dhe pjatën, që edhe për jashta të jetë e pastër. Mateu 24:44. Prandaj edhe ju jini gati, sepse biri i njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk mendoni. Mateu 25:13. Prandaj rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilët do të vijë biri i njeriut. Mateu 25:30. Dhe flakeni në errësirën e jashtme këtë shërbëtor të pavlefshëm. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Mateu 26:41. Rini zgjuar dhe lutuni, që të mos bini në tundim, sepse fryma është gati, por mishi është i dobët. Mateu 28:19. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. Mateu 28:20. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen. Marku 8:15. Dhe Jezusi i qortoi duke thënë, kini kujdes, ruhuni nga majaja e farisejve dhe nga majaja e Herodit. Marku 9:35. Atëherë ai u ul, i thiri të 12 dhe u tha atyre, nëse dikush don të jetë i pari, le të bëhet i fundit i të gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve.